Kosovës tashmë kanë shumë të qartë se kush janë bllokuesit e vërtet të seancës konstitutive. Kryesuesi që rastisht të jetë më i vjetri në moshë, rastisht të jetë nga partia e parë, pa të drejtë kundër praktikës kushtetuese, kundër rregullorës së vendit, ndërpreu seancën e sotme, ndonë se kishte kvorum të mjaftueshëm, ndonë se kishte kushte për votim të raportit të komisionit verifikues. Sinqerisht, është përkeqardhje kjo praktikë e re bllokuese e kushtetueshmërisë së Republikës Kosovës, institucionit më të lartë dhe nevojës urgjente të popullit Kosovës dhe Republikës Kosovës për të pasur institucione sa më parë. Edhe njëherë, kjo shkelje e rënd, praktikë e pazakontë, është sjellje e mbrapsht politike për cilën nuk kemi arsyetime, por gjithsesi do të ndihemi pas 48 orëve për shprehur sërish qëndrimin tonë të njëjtë të lidhjes demokratike. Çështja është shumë e qartë. Presidentja, po dhe rregulloria dhe kushtetuta e Kosovës ka sjellur çështjen në seancën e Kuvendit të Kosovës, në seancën plenare. Ky është institucioni më i lartë i vendit. Këtu mirën vendimet e vendit, këtu duhet mirën vendimet e vendit. Për pasur vendimet e vendit, duhet të ketë të drejtë votimi siç ka parapar rregullora dhe kushtetuta e Republikës Kosovës. Kjo e drejtë u mua sot 100 deputetëve prezent në sallë, kishte kushte për votim, do tuaj të votohej dhe më pas vendimi final do të merrej nga votat e deputetëve të Kosovës. Këtë e pa drejtë është jo praktike pazakontë kundër rregullorës. Kryesuesi duhet të lexojë skenarin, i cili është i shkruar, është standard, nuk gëzon të bëj asnjë haptutje, as konsultime. Ne gjithsesi morëm pjesë në konsultime, i tham që të vazhdoj seancën siç është e paraparë me rregullorën e Kuvendit dhe kështu të vazhdojmë tutje me zhbllokimin e Kuvendit.